Jemi në Prizren, por ne të Kukësit Prizreni është thuja se e përditshme, pasi që edhe nga historike dihet se Luma ka qenë gjithmonë prefektura e Prizrenit. Dhe për ne Kukësianët është thuja se e përditshme dalja në Prizren. Edhe kur vim këtu në Prizren dihet se ajo, si thonë qershia mbitur, është qebapat e Prizrenit. Do të nalë në tash, do të ham ndër qebapa se nuk mund na merr në Prizren edhe mos me hangër qebapat e Prizrenit. Për qebapat unë gjithmonë zgjedhi Gurra Grill, qebapture Urani, dhe për 3 arsye e zgjedhi këtë qebapture. Arsyeja e parë është mikpritja që do bën Urani, arsyeja e dytë është pastërtia maksimale dhe e treta shija që u jep qebapave të bën të fshin shtëpiatën me kaqërën e fundit të bukës. Këtu gjithmonë në preferoj. Uran, përshëndetje. Qeshia je mirë. Kjo është më e mirë mirësjellja e tij, buzëqeshja gjithmonë që bën kur hyn te lokalitet le për të dëshiruar. Dhe po ashtu, siç e theka edhe më parë, pastërtia e kjo qebapture është e padiskutueshme. Uran, ana e bën është kanë 7, se kur vjen ti du me hangër sa më shumë jep 5. Okej, faleminderit ha. Qebapat e Uranit janë për të dëshiruar për të lëpin gishtat, si e thonë, dhe gjithmonë mirësjellja e tij dhe jam edhe me pajtimin këtu, pasi pajtimi vazhdon edhe gjimnazin këtu në Prizren. Edhe, o pojta në bëhë fëmijër, ha? I kom se kemi hangër aq shumë, më shok djerë buk mund të t'lip, 7 qebapa, dhe se ti mi hangër këto. Sa do t'i runë? 7 euro. Me 7 euro, mos harroni, 7 qebapa pa pame. Tash vazhdojmë ikim për Kukës, se kjo ishte finalja e ndalimit në Prizren.